Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër, pini ujë me limon çdo mëngjes dhe ja përfitime shëndetësore që do keni. Mëngjesi është një nga vaktet më të rëndësishme dhe mënyra e duhur për ta nisur atë është me një gotë ujë të vakët me limon. Limoni është agrume e pasur me vitamina dhe minerale dhe përmban shumë pak kalori, rreth 26 kalori për një kokër. Në këtë video ne do të paraqesim përfitimet shëndetësore që ju do të merrni nëse e nisni ditën me një gotë me ujë të vakët me limon. Forcon imunitetin, vepron si detoksifikues, parandalon infeksionet. Pirja e ujit të vakët me limon parandalon në rritjen dhe në shumimin e baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje dhe infeksione. Përmirëson shëndetin oral dhe aromën e pakëndshme të gojës, qetëson dhe gjithashtu rregullon aparatin respirator, parandalon ose lehtëson infeksionet e traktit urinar, përshpejton metabolizmin, ju ndihmon të humbisni peshë, redukton gjithashtu rrezikun për të pasur infarkt në zemër, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit, pastron lëkurën dhe redukton gjithashtu shenjat e plakjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave. Lehtëson diskomfortin dhe përmirëson pastrimin e mëlçisë, ju jep juve energji, enzimave dhe të mëlçisë, përmirëson shëndetin e lëkurës, pastron të gjitha organet e trupit, ndihmon në shërimin e dhimbjes së kokës, parandalon dehidratimin. Është efekt i mahnitshëm për shëndetin e veshkave, balancon nivelin e pH-it në trup, përmirëson shenjat e inflamacionit dhe gjithashtu vepron si një reduktues i dhimbjes së lehtë, redukton gjithashtu prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit. Shumë njerëz e shërbejnë si rutinë dhe disa njerëz e fillojnë pikërisht ditën e tyre me ujë me limon në vend të kafes ose çajit. Padyshim që limonët janë të shijshëm, por a ju bëjnë më të shëndetshëm nëse ju i shtoni në ujë? Disa kërkime janë bërë për të zbuluar përfitimet e ujit me limon, megjithatë janë disa mënyra se si trupi mundet që të përfitojë nga uji me limon. Hidratimi. Uji është pija më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij më vete. Shtimi i limonit rrit shijen e ujit, gjë e cila mundet ju ndihmojë që të pini më shumë. Vitamina C. Agrume si për shembull limonët kanë vitaminë C, një antioksidant kryesor që ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët nuk kryesojnë listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni siguron 18,6 mg vitaminë C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Pesha. Hulumtimet kanë treguar se antioksidantët e polifenolit të cilët gjenden në limon zvogëlojnë gjithashtu ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë është e paqartë nëse rënja në peshë vjen nga fakti që njerëzit më shumë ujë pinë dhe ndihen të ngopur apo nga lëngu i limonit. Lëkura. Vitamina C te limoni mundet të ndihmojë në zvogëlimin e rrudhave të lëkurës, të paksojë lëkurën e thatë nga plakja dhe gjithashtu të mbrojë nga dëmtimi i diellit. Se si uji përmirëson lëkurën është e diskutueshme, por një gjë është e sigurt, nëse lëkura humbet hidratimin, ajo bëhet e thatë dhe gjithashtu e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije me bazë agrumesh ndihmoi në parandalimin e zhvillimit të rrudhave të minjtë. Tretja. Disa njerëz gjithashtu pinë ujë me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllokut. Pirja e ujit të ngrohtës e të nxehtë me limon kur ju zgjoheni mundet që të ndihmojë sistemin tuaj tretës. Uji me limon gjithashtu shmang erën e keqe të gojës,
pas ngrënies dhe gjithashtu limoni mendohet se e stimulon përshtymë dhe uji gjithashtu ndihmon në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe të shkaktuar pikërisht nga bakteret. Frymëmarrja. Uji me limon shmang erën e keqe të gojës pas ngrënies. Gurët në veshka. Acidi në limon mundet të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka. Mirëpo cilat janë efektet anësore të ujit me limon? Uji me limon është përgjithsisht i sigurt për t'u pirë, por ai ka disa efekte anësore të mundshme. Limoni gjithashtu përmban acid i cili mundet që të gërryej smaltin e dhëmbëve. Për të kufizuar rrezikun, pini ujë me limon përmes një pipe dhe më pas shpëlajini gojen me ujë të thjeshtë. Kur bëhet fjalë për ndonjë përfitim shëndetësor të ujit me limon, ju duhet që ta pini atë vazhdimisht dhe me limon të freskët. Për të përgatitur ujin, shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mundet që të shtoni dhe në energjik, xhenxhefil, kanellë e të tjerë. Konsumi i ujit të ngrohtë në mëngjes ofron një sër përfitime shëndetësore. Uji i ftohtë mundet gjithashtu që të jetë freskues, por në të vërtetë ai pengon edhe procesin e përthithjes së lëndëve ushqyese, të cilat vijnë gjatë tretjes. Pra, në kulturën e lashtë kineze dhe në atë indiane besohet se pirja e ujit të ngrohtë kur ju zgjoheni ndihmon gjithashtu në procesin tuaj të tretjes. Shtimi gjithashtu i limonit mundet të sigurojë edhe shumë përfitime shëndetësore. Lehtëson kongestionin e sinuseve. Kur ndiheni të sëmurë, të gjithë rekomandojnë që të konsumoni çaj të nxehtë për të kaluar më shpejt një infeksion. Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mundet që të pastrojë sinuset tuaja dhe të merrni frymë më lehtësisht. Nëse ju e shoqëroni me limon, mundet që të forcojë sistemin tuaj imunitar për shkak të sasive të larta të antioksidantëve. Ndikon në tretjen e shëndetshme. Nëse keni probleme me tretjen, uji i ngrohtë me limon mundet gjithashtu që të shërbejë si një ilaç i fuqishëm natyror. Ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, si edhe të ndiheni më të hidratuar duke bërë që trupi juaj të çlirojë toksinat më shpejt. Limoni gjithashtu mundet të ndihmojë në detoksifikimin e trupit, pasi është vërtetuar shkencërisht se përmirëson funksionimin e mëlçisë. Gjithëson sistemin tuaj nervor qendror. Pirja e ujit të ngrohtë me limon mundet ju ndihmojë të relaksoheni dhe të ndiheni më pak të stresuar, veçanërisht nëse shtoni limonin. Ky i fundit ndoshta përmirëson gjendjen tuaj shpirtërore dhe përqendrimin për shkak të noropinefrinës. Ju mban më të hidratuar. Uji i ngrohtë me limon ju ndihmon të qëndroni të hidratuar më shumë se uji i ftohtë, pasi trupi e thith ujin e ngrohtë më shpejt, dhe gjithashtu kjo do të thotë që ndoshta nuk keni nevojë të pini sa më shumë gota ujë për të qenë të hidratuar. Limoni ju mban të hidratuar gjithashtu për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit dhe aromës freskuese. Ndihmon në humbjen e peshës. Uji zgjon zorrët tuaja duke eliminuar toksinat dhe peshën e tepërt të ujit. Limoni gjithashtu ndihmon për të humbur peshë pasi ju mban të hidratuar. Studimet kanë treguar që hidratimi i duhur mund të jetë një komponent kryesor i humbjes së peshës. Nxit gjithashtu qarkullimin e gjakut. Pirja e ujit me limon çdo mëngjes nxit qarkullimin e gjakut për shkak të antioksidantëve që ndihmojnë për të rritur nivelin e oksigjenit në të gjithë trupin. Kur pini ujë të ngrohtë, temperatura e brendshme e trupit fillon të rritet. Kur kjo ndodh, sistemi endokrin aktivizohet, duke ju bërë që të dirsiteni dhe të eliminoni toksinat. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!